Në zemër të Kërqovës, mes kodrave të gjelbërta dhe ajrit të pastër, shtrihet fshati Drogomisht i Madh, një vend banim që edhe pse modest nëpër masa, mbart një pasuri të madhe në traditë, kulturë dhe njerëz punëtor. Ashtu si shumë fshatrat e tjerë në vend, edhe Drogomishti i Madh përballet çdo ditë me sfidat socio dhe ekonomike. Këto vështirësi kanë bërë që një pjesë e madhe të rinjve të largohen drejt qyteteve ose jashtë vendit në kërkim të një jete më të mirë. Megjithatë, ata që kanë mbetur vazhdojnë të jetojnë me përkushtim e dashuri për fshatin e tyre. Rinia në fshat një numër i madh si në gjithë qytetat tjerë, domethënë, kanë ikur në mërgim, por ka edhe nga ato që janë kthyer nga mërgimi dhe investojnë këtu. Një numër i madh i rinisë bëjnë shkollimet, të tjerit ndërkohë janë të punësuar në për punësime të ndryshme. Nuk ka se kemi problem nga çështja e punësimit, sa kemi problem se na mungojnë punëtor. Drogomishti i Madh përfaqëson një realitet tipik të jetës rurale në Maqedoninë e Veriut, një realitet që ka nevojë për më shumë vëmendje dhe mbështetje institucionale. Megjithse fshati përballet me braktisjen, me shkollat që mbeten gjithnjë më bosh, ai ofron potencial të jashtëzakonshëm për agroturizëm, bujqësi dhe ruajtjen e identitetit kulturor, gjithmonë nëse do të kishte kush t'i punonte këto toka. Shife, numri i fëmijëve atëherë, fakti që dalin jashtë, ja për shembull vitin e ardhshëm kemi vetëm një nxënës klasë e parë. E shoh pak probleme, po tani nuk e di si do vijojnë. Sot fshati numëron rreth 1500 banor në total, por vetëm rreth 400 prej tyre jetojnë këtu si rezident, pjesa tjetër ndodhet në mërgim. Banorët shpresojnë se institucionet kompetente do t'i kthejnë syt nga vendbanimet si Drogomishti i Madh, fshatrat që meritojnë politika të qarta zhvillimi për të përmirësuar jetën dhe për të krijuar një të ardhme më të sigurt. Ta lavdosh qytetin dhe të jetosh në fshat, çajo.